Kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në këtë emision të kemi imamin Mirsad Muçën për të folur tashmë edhe për përgatitjet e muajit të shenjtë të Ramazanit. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesë. Mirë se erdhët edhe një herë dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se u gjetëm. Ne dim që jemi tashmë në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit. Na tregoni si duhemi të përgatitemi shpirtërisht për Ramazanin para se të fillojmë agjërimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht pasi që falenderojmë Allahun Azza wa Jall dhe pasi që dërgojmë salavat mbi njeriun dhe krijesën më të dashur të Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se çdo njeri në këtë tokë të Zotit ka dëshirë që të jetë në listën e njerëzve të mirë, në listën e njerëzve që i don Allahu i lartëmadhëruar. Dhe njeriu nuk mundet të jetë në këtë listë përderisa nëse nuk i respekton atë që i ka respektu Allahu Azza wa Jalla, apo vendet, apo kohrat që i ka madhuru dhe i ka veçu Zoti i madh. Dhe kjo argumentohet me fjalën e Zotit: "Wa man yu'azzim sha'airillah fa huwa min taqwa al-qulub." Kush i madhëron kufit e Allahut Azza wa Jalla, atë që e ka madhëru Zotit, vërtet kjo është shenjë që tregon se na e dom Zotin, se na jena nga ata që i përkushtohena urdhrave të Zotit. Zoti i madh, nga mëshira dhe rahmeti i tij, ka veçuar disa muaj, ka veçuar disa ditë. Shembull, në Islam ne dim se dita më e mirë e javës është dita e Xuma. Pastaj Zoti i lartëmadhëruar ka veçuar po ashtu edhe disa muaj. Neve na ndajnë tash pak ditë nga muaji që është, mund të themi, sultani i 12 muajve, ai është muaji i Ramazanit. Ne jemi tash sipas kalendarit islam, jemi në muajin Shaban, kështu thirret. Muaji Shaban nuk është prej 4 muajve që janë përmendur në Kur'an, prej muajve të shenjtë. Mirë, po është një muaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar shumë këtë muaj. Dhe siç ka ardhur në transmetime të shumta, e njëri prej tyre ka ardhur në transmetime në Usame bin Zeid, Zoti i pasqyruar, dhe i thot: "Ja Rasulullah, nuk të kemi pa që të agjërosh kaq shumë në muajin Shaban." Edhe ka thënë pejgamberi: "Huwa shahrun turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im." Ky është një muaj që ngriten veprat tek Zoti i lartëmadhëruar. Dhe unë kam dëshirë që veprat e mia, kur të ngriten tek Zoti, unë duke kanë agjëruar për atë është mira, për që në këtë muaj që në ndajnë pak ditë nga muaji i Ramazanit, të shpeshtojmë më shumë punët e mira edhe veprat e mira. Sepse ne e dimë dhe kemi përmend shumë herë, veprat tek Zoti janë vepra që ngriten ditore, javore edhe vjetore. Shembull, ditore, veprat e natës, që punon robi gjatë natës, ngriten gjatë ditës, apo ata që i punon gjatë ditës ngriten gjatë natës. Sepse ka në transmetime në hadithet e pejgamberit alayhis salam se me lajqet që ndrohen, që bëjnë ndrimin e shënimit veprave, është koha atë para namazit të akşam, koha e namaz kur është në diellin perëndim, koha e namazit të ikindis. Pra veprat ditore, veprat javore është ngriten çdo të hanë dhe tejte, dhe tek në Islam e hanë dhe ejte gjithashtu janë si ditë veçume, dhe pejgamberi i ka veçu këto 2 ditë dhe ka agjëru për shkak se ka thënë në këto ditë ngriten veprat tek Zoti i lartëmadhëruar. Ndërsa për muajin Shaban është ajo çka është raporti vjetor që ngritet tek Zoti, pra sidomos në mesin e këtij muaji Shaban, kjo është e ngjarja më madhështore që ngritet ai bilanci jon vjetor, ajo se çka kena vepruar dhe kena punuar. E nuk ka dyshim se çdo njëri prej nesh ka dëshirë që veprat e veta, punët e veta që ka punu, raportin kur ai ta shef ditën e gjykimit tjetë në nivel sa më të mirë, sa më duhur. Allah inshallah na mundson me përfitu. Cilat janë ndoshta edhe ato gabime më të shpeshta që bëjmë para ose gjatë Ramazanit, dhe si duhemi të ndërgjegjësohemi ne para këtij muaji? Edhe kjo është që ndodhen mjerisht tek besimtarët, që shembull disa nuk i njohin ditë të veçuar vetëm se Ramazan. Ne duhet të dimë se vërtet Ramazani është sultani i 12 muajve.
por se duhena me i veçu, nëse do në me këtë listën e njerëzve të mirë, e njerëzve që i donë Zotit, për kushtumëve, duhena me i veçu, me i madhru ata dit, ata muaj që i ka veçu Zotit i madh. E për gabimeve që i bëjnë, shambët shumë njerëz, është që njerëzit nuk bëjnë as pak përgatitje, nuk e startojnë në rregull, ose disa e presin jo me gëzimuin e Ramazanit. Për shembull, thot Abu Bakr al-Bukhari, njërin nga të parët, thot, shembull, muji që ishte para këtij muji Shaban ka qenë muji Rexhep, është një prej 4 mujve të shenjtë. Ka thënë, muji Rexhep është muji i mbjelljes së farës në tokë. Ndërsa thot muji Shaban është muji i ujitjes, ndërsa muji Ramazan është muji i korrjes së bereqetit. A ne prej nesh ne duhet prej tash ta ushtrojmë vetveten, sidomos me ne agjerim vullnetar, me ne lexim të Kuranit, nuk është doja vetëm Kurani më lezu vetëm Ramazan, ose agjerimi vetëm Ramazan, por edhe tash, ose pse jo, me ndihmu, me dha ndonjë sadaka, me gëzu zemrën e ndokujna, apo njëherë janë më thot, kur ishte të hoxhë ma mirë, zëqati me dhanë, pse jo, shumë mirë është edhe tash nëse jep muji Shaban, sepse është raport i jatë vjetor që i dërzohet të gëzoti, e gjithkush kena qef që ai raport me kanë sa më i mirë, i përgatitun. A ka ndonjë lutje apo adhurim të veçantë që rekomendohet para muajit Ramazanit? Aja është prej lutjeve që i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembull, ata ka jentu gati të themi tan kohën me Ramazan. Njëherë mas Ramazanit 6 muaj ditë e lutsin Zotin me pranu Ramazani. 6 muaj ditë para se më mërritë Ramazani, gjithashtu e lutshin Zotin, o Allah, na zgjat jetën që me mujt me arrit Ramazanin, sepse ka shpërblim të veçantë Ramazani. Ose lutja e njohur që është tek besimtarët, Allahumma, domethënë Allahumma balligh lana Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab o Shaban o balligh lana Ramadan. O Allah, na jep bereqet në Rajab e në Shaban dhe na mundso që të arrim muajin e Ramazanit. Dhe për nesh kërkohet, mos jenë këto thjesht fjalë teori që ne i themi dhe i dimi shumë prej nesh, por kur ishte ndoshta t'ja vujmë një pyetje vetes, kur ishte hera fundit e jona që jemi vetëm në një sobë dhe kemi lut Zotin e Madh që o Allah na mundso që të arrim muajin e Ramazanit, na jep sukses, bereqet që muajin e Rajab e Shaban. Për atë, këtë e dim tjetë mes nesh dhe Zotit, por mundohemi që të bëjmë lutje dhe të lutim Zotin e Madh që me na mundsu me arrit muajin më të dashur, më madhështor të vitit. Si ta bëjmë Ramazanin më domethënës, jo vetëm rutinë, sepse për disa njerëz edhe ndoshta bëhet kështu. Ne shpesh e përdorim një parull që për një Ramazan pak më ndryshe. Çka është qëllimi një Ramazan pak më ndryshe? Ne dim se kur gjë nuk ndryshon, ditë mbesin të njëjta, domethënë obligimet, parimet, rregullat mbesin të njëjta, por me mujt njeriu në Ramazan me ndryshu, se nëse na po mënoj me ndryshu për të mirë, sepse janë momente të veçanta që nëse nuk arrihet në Ramazan, valla, ndoshta arrin edhe në muaj tjerë jashtë Ramazanit, por pak më vështirë, sepse në Ramazan, domethënë pranohen lutjet e agjëruesit, nuk kthehen mbrapa. Për atë është më rëndësi startimi se si e startojmë Ramazanin. Shpesh e themi një fjalë, një hadith pejgamberi që innamal a'malu kal wi'a'u. Veprat janë sikurse aja ena që vendoset për zin zjarr. Nëse zihet si duhet funi, edhe pjesa e sipërme do të jetë si duhet. Edhe ne themi, nëse startojmë si duhet në Ramazan, padyshim se atëherë edhe funi do të jetë mirë si duhet. Është më rëndësi startimi që të startojmë në formën më të mirë, të presim me gëzim, të kemi plan, të kemi program, çka do na më arrit në Ramazan, ku është qëllimi jon i arritjes tonë në Ramazan. Nuk ka dyshim se qëllimi i çdo besimtarit është që më arrit me u bë më i mirë, me u bë më i devotshëm, më shumë i përkushtuar, me kanë listën e njerëzve të mirë. E nuk ka mirësi më të madh, pastaj do ta kemi edhe suksesin edhe bereqetin e madh pe Zotit të lartë madhëruar. Çfarë këshillash keni për ata që agjërojnë për herë të parë? Për ata që marrin këtë vendim dhe lutë Zotin e Madh që çtohet dhe të rritet numri sa më shumë i atyre që agjërojnë Ramazanin, dhe i themi lumë për ty se të paska zgjedh Zoti i Madh që ti jesh në listën e njerëzve të mirë dhe të dashur. E nuk ka mirësi më të madhe se sa ti jesh nga ata që e ke vendos për me agjëru muajin e Ramazanit.
nuk ka bela më të madhe, nuk ka më keq se sa ata që përpik të qefit, sa ata që kanë arsyetim shëndetësor, mos mërziten, ata që kanë arsyetim, domethënë që janë smute, kanë udhtojnë gjatë, domethënë për ta ka arsyetim Allahu nuk urdhëron vështirësi, urdhëron në lehtësim. Mirë, po ata që e lajnë Ramazanin, dijes ata me të vërtet humbin shumë humbje që një ditë Ramazanit kur e në jetë nuk munden me e zavendësu. Pra te lumë ata cilët e marrin këtë vendim dhe t'jesh i vendosën dhe ishë më rëndësi që të startosë mirë, në start që t'ush unë do të agjerosh, mos ecin njeriu me atë se me dyshe, që atë ta shofi e situatit, si po ecin punë, apo munem, as po munem. Më dhe në vendosu dhe di se do t'a kesh ndihmen e Zotit dhe ka me të ndihmu Allahu dhe ka me t'a lecu Zotit i lartë madhruar. E agjeruesit kajnë, e kemi thënë shumë herë që kajnë pozitat të veçanta të Zoti, kajnë vendet të veçanta të Zoti, agjerimi i shkak që Allahu e me të begatu me shumë të mira, agjerimi i ka të mira që ne s'jena të aftë, s'kena mundësi me i përshku gjitha të mirat që i jep agjerimi. Si në shëndet e të mira materiale, e tana të mira që i nuk kajnë fund. Si ta ruajmë durimin dhe sjelljen e mirë gjatë agjerimit? Kjo është ajo që unë menoj që agjerimi është shkak që njeriu e formon më të mirë, që me kanë më i devotshëm, më shumë i përkushtuar, edhe duhet jemi të kujdesshëm që ta kujtojmë Zotin më shumë, ta ruajmë agjerimin ton, gjithashtu të kemi kujdes në fjalë që ne i nxjerrim gjatë ditës, sepse rruna Zot nëse njeriu agjeron, largohet prej pijeve, prej ushqimit, në para që është ajo koha e përcaktuar deri në perëndim të diellit, nëse ai agjeron dhe nuk agjeron pjesë të trupit të tij, ai nuk e ka dobi agjerimi i tij, për duhet me pas kujdes, domethënë që me rujt gjuhën tonë, me rujt synin tonë, me rujt veshin tonë, qëllimisht mos me pa atë që s'bën mu pa, mos me ndëgju atë që s'bën mu ndëgju, mos me pranu atë që s'bën mu pranu, që s'është me vend, pra të agjerojmë me të gjitha pjesët e trupit tonë, edhe të jemi durueshëm, se nuk ka dyshim se edhe kjo don agjerimi, do sabër, don durim, sepse njeriu nuk mundet me bë këtë vepër madhështore, përveç se ata njerëz cilët i kanë lidhje të forta me Allahun Azza wa Jall, sepse njeriu nuk mundet me vetëm një dhomë me hangër ushqim, para tjerë mu paraqit kinsa është agjerueshëm, për atë shpërblimi i agjerimit është shpërblim i madh, sepse është ibadet i madh që është dërmi tejet dhe Zotit madh. Allah inshallah na mundson që këtë ibadet madhështor ne ta kryjmë në formën sa më të përkryer, sa më mirë. A është agjerimi vetëm ndalim nga ushqimi, apo ka edhe dimensione të tjera, sepse na treguat shumë çka për të, por si duhet ta shohim ne nga ky këndvështrim? Ajo dhe më thënë që kërkohet prej nesh, kërkohet që ne të agjerojmë me të gjitha, duke u largu për gjithave pijeve, gjithave ushqimeve që janë të njohur për besimtarët, përveç kemi shumë disa rregulla që agjeruesit i lejohet gjatë agjerimit, shembull nëse ka domosdoshme ose të nevojshme shembull dhënien e gjakut për analiza, ose nëse ka të nevojshme përdorjen e atyre pumpave që janë për astma, për shëndet, por qëllimi që mos me përdor gjëra që janë ushqyese ose infuzje, apo gjëra që janë ushqyese nuk lejohet që mi shtin, mi vendos në trupin e vet. Për atë duhet jemi të kujdesshëm pra në agjerimin tonë që ta ruajmë agjerimin dhe ta kompletojmë në formën sa më të mirë. Ato rregullat çka se prish agjerimin janë pak rregulla që kërkojnë pak një qasje pak më të gjanë. Si të balansohet puna, familja dhe adhurimi gjatë muajit të Ramazanit? Ajo që ka shumë më së miri në Ramazan, njeriu më shumë me u mundu dhe me u përkushtu ibadeteve. Unë e di se njerëzit janë të angazhuar dhe me punë tjera të ndryshme, mirë po mundohemi ta kemi të veçantë muajin e Ramazanit duke kujtuar Zotin sa më shumë në punën tënde të përditshme. Për atë, shembull, unë ajo që kam pa vetë gjatë studimeve,
dietarët atje në ata vendet të shejta, në ata vendet të bekuara, gjatë Ramazanit i ndërpritshin ligjëratat. Nuk kishte dersë, nuk kishte mundësi për arsye që doshin sa më shumë u përkushtu në leximin e fjalës së Zotit, edhe në punë tjera, në vepra të mira. Prandaj mira për çdo njeri prej nesh në muajin e Ramazanit që neve pak ditë në ndajnë të përkushtohemi sa më shumë në vepra të mira, në punë të mira dhe ta presim sa më mirë, sepse shpërblimi është shumë i madh. Shpërblimi është shumë i madh. Edhe njeriu me pak e fiton, po me pak një shpreh mund edhe të humbin. Pra atë mundohemi që ta presim sa më mirë. Si t'ju shpjegohet në mënyrën më të mirë Ramazani fëmijëve dhe si t'i udhëzojmë ata që të hyjnë në këtë pjesë? Shpesh përdor një shprehje që fëmiu kopjon shumë në familje. Po. Fëmija kur shef prindrin, kur shef familjen që ata agjerojnë, edhe ai ka dëshirë dhe ka vullnet. Unë po nisem pe familjes jeme, ose vajzë që i kam të vogël, 8 vjeçare, a thot edhe unë du me agjeru, kur ju pa agjerojnë. Dhe është mirë pse jo, ata të mundohet, të nxisim, të shohim, edhe nëse nuk munden më kompletu tanë dita, të agjerojnë gjysën ditet, sepse kur të rritet, kur të arrin në të moshën e pjekurisë, në të moshën që kërkohet mu agjeru, ka me pas shumë ma let për me ju përgjigj thirrjes së Zotit për me agjeru. Se tek Zoti na dim nuk arrin, kush arrin tek Zoti arrin e vepra jonë, ajo se sa jena në gjendje na me sakrifiku për Allahun azza wa jall. Sa jena na në gjendje me kontribu për Zotin. Zoti nuk ka nevojë për agjerimin tonë, për ibadetet tona, punën tona, por thjesht na sa jena në gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall. Ka dhe prej tyre që mundohen të inkurajojnë fëmijët drejt kësaj rruge, por sa është kjo e drejtë dhe sa është kjo ndoshta edhe frytdhënëse? Na duna me u mundu, pse ja, me i nxit, jo me u obligu, sepse ato që janë nën moshën e pjekurisë nuk e kanë për detyrë, nuk e kanë për obligim agjerimin e Ramazanit, por se me i nxit është mira mënyrë që kjo do të jetë edhe mirë për ta edhe nëse kur do ta kenë malet kur të arrin në moshën e duhur, moshën e pjekurisë. Ju na treguat që edhe bamirësitë dhe sadakat në muajin Ramazan është mirë që të bëhen, por pse lidhet kaq shumë Ramazani me bamirësinë dhe si duhet të veprojnë? S'ka dyshim se veprat e mira janë të mira gjithmonë, mirë por në muaj të veçuar shpërblimi është shumë fish më i madh. Shpërblimi është më i madh. Për atë ne duhet mundohemi që ta orientojmë veten, familjet tonë, njerëzit tonë gjithmonë në punë edhe në vepra të mira. Për shembull, një gru që ka bë namaz shumë, ka bë punë të mira shumë, por ka pas mangësi se i sjell keq me njerëzit, pejgamberi s'është menduar as pak për ibadetin e saj, ose një gru tjetër e cila ka bë punë të këqija shumë, por i sjell mirë me krijesat e Zotit, ose ka bë mirë një prej krijesave të Zotit, pejgamberi sa më ka thënë vendi i saj është xhenet, ose aja puna e mirë, bamirësia, vepra e mirë, shkak dhe sebeb që Zoti i madh më ia fal gabimin, më ia fal gjunahin. Për atë Zoti është në ndihmën e robit kur ne ju ndihmojmë dhe jemi bamirës ndaj krijesave të Allahut azza wa jall. Për të Allahu e ka marrë gjithashtu për detyrë dhe për obligim për gjithë ata që bëjnë mirë njerëzve, krijesave të Zotit, Allahu ka me u shumëfishu të mirë, ka me u shumëfishu veprat e mira, punët e mira. Ne tash në muajin e Ramazanit gjithashtu kemë me pas, siç çdo herë kemë me pas edhe aktivitetet tona që i ka bereqeti që është në kuadër të Bashkisë Islame të Ulqinit. Domethënë kemë me pas shpërndamjen të pakove ushqimore. Normal, ne nuk shpërndajemi vetëm në Ramazan, ne kemi pas aktivitete edhe para Ramazanit, kemi pas edhe tash muajin Shaban kemi pas disa aktivitete të edhe lutim Zotin që këto aktivitetet shtohen sa më shumë, sepse njerëzit kanë nevojë me ushtri, dorën kanë nevojë me vëndore, nuk është thanë vetëm në ushqim, ne kemi pas rast tjetër njëri që ka pas nevojë për shërim, ka pas nevojë për të holla, dhe shqyr Zot brenda një kohe të shkurtë kena arrit për një familje që është, domethënë atje në Antmark për me ndihmu dhe për me lehtësu gjendjen dhe për me kry nevojat e veta sa më lehtë. Edhe tash në Ramazan, domethënë
si kurse dhe Ramazaneve tjera ma heret, e kemi këtë paketën e baracetit, që e kemi përcaktuar këtë herë, kemi përcaktuar 40 euro për gjithë ata cilët kanë dëshirë, domethënë paketë ushqimore për familjet nevojtare, mundet, domethënë ose ti paguajnë cash, ose munden vetë ata të përgatisin paketat ushqimore, ose të paraqiten në zyret e bashkisë islame, domethënë bamirësat si ta kenë vetë ma lehtë amaneti ty nuk kam kryer ndash Zotit në formën më të mirë. Edhe shpërblimi nuk ka dyshim se në Ramazan shpërblimi është shumë fish edhe më i madh. Le të ndalemi pak përsëri tek Ramazani dhe tek si mund të shfrytëzohej ky muaj për të përmirësuar ndoshta edhe marrëdhëniet me njëri tjetrin. Raportet që ne duhet t'i kemi mes vetes është shumë rëndësi, sepse njeriu mund të shkoj runa Zot, bosh agjerimi, mund të shkoj bosh zeqati, mund të shkoj gjithashtu edhe bosh namazi. Është shumë vepra të mira nëse ne mbajmë raporte të këqija të idhta mes vetes. Për shembull, në shumë hadithe, shumë ajete kuranore, kanë ardhur që Allahu ka më pranu lutjen derisa na si ndërpresim lidhjet mes janë tjetër, si ndërpresim lidhjet mes vetes, ose hadithi për shemb, a ke dëshirë Allahu me ta zgjat ymrin, me ta zgjat jetën, mbaj lidhjen me njerëz, mbaj lidhje, sidomos lidhjet me fisin, lidhjen me të afërmit, që ata që i kanë gjak, është shumë më rëndësi. Pra mund të jesh ibadeti më i madh, ibadetxhia, njeriu fetari më i madh në tu, por nëse ki prish raportet me njerëzit, nëse njerëzit se flasin me ty, së komunikojnë me ty, edhe ti je ai që vazhdon këtë detyrë, dije se s'ka dobi ibadetet që je duke i vepru. Për atë, një hadith i njohur, nëse na lejon koha, e kisha përmend, një hadith i njohur për cilën pejgamberi alayhis salam e ka pas shënuar në durezën e shpatës vetë që e ka mbajt, e ka pas këtë hadith shënuar. Sil men qata'ak wa ahsin ila man asaa ilayk. Do të thënë wa qul al-haq walau ala nafsik. Sil men qata'ak, do të thënë mbaj lidhjet me atë që s'do mi mbajt lidhjet me ty. Se dikush thot, unë po du mi mbajt lidhjet me filanin, po kës po do mi mbajt lidhjet me mu. Po si të veprojmë atëherë? Pejgamberi më ka thënë, nuk pejgamberi çes kush përgjigja. Pejgamberi më ka thënë, nuk është mbajtës i lidhjes si të mvesh ka me të ardhë, si të sillesh ka mos sjell. Por mbajtje e lidhjeve është, ka thënë, është kur kushia ai fisit i ka ndërprer lidhjet me ty, s'do me komuniku me ty, edhe ti shkon te ai. Pra mi shku ati që s'dvjen, ose mi bë mirë ati që s'ban mirë. Allahu thot shembull, ose kjo, wa ahsin ila man asaa ilayk, mi bë mirë, thotë kjo është hadithi pjesa 3, bëni mirë ati që të ban keq ty. Allahu thot pastaj ka garantu, nëse na veprom me këtë porosi, ka garantu se ka me të bë mik i ngushtë. Unë di se këtë nuk mundet me bë gjithkohësh. Por kjo don iman, kjo don besim. Po sot ke sa të dush njerëz, apo vesim shikoj, apo vesi u sjell, vallahi unë kam u sjell kështu. Vallahi pak keq më shikoj disi, ose ma tha një fjalë, komedita i ta thatë fjalë, komedit ko ka pas menen, më nduna me ken, nëse dona që Allahu më na fal, më na mshiru, duna edhe na me fal në këtë dunja. Sa da që të ka bë dikush, çka da që të ka bë, dije se si e i përhershëm. Ti ne duhet ta kena një qëllim të caktuar. Se çka do na marrit, nëse i flasim atij që nuk na flet, na fiton kënaqësinë e Zotit. Hadithi gjithashtu është i njohur një tjetër që pejgamberi 3 ditë radhazi ka përgëzuar një njeri dhe ka thënë, ky është pi banorëve të xhenetit. Ky njeri është pi banorëve të xhenetit. Edhe kur vjen funi, se tregimi është i gjatë, kur vjen funi çfarë vepre ka punu ky njeri, një vepër që ndoshta syrin tonë është e vogël, sot është 3 ditë përgëzohet me këtë fjalë, nga pejgamberi sa, nga njeriu më i mirë. Thot një prej të parëve, thot kur e shikova, thot u shoqërova me te 3 ditë dhe nuk pash diçka të veçuar, por ajo çka pash të veçuar tek ai, pasi që unë njoftova se nuk ka ndodh me e vendos kokën në shtratin e gjumit pa bë këtë lutje. Pa i thënë këto fjalë, o Zot, për shkak të mejet mas dëno kanë në dunja. Për shkak të mejet mas dëno asnjë krijesë. U ju kam bë halal tanve. Unë se asa njerëz që sot në dunjë që thotë, valla, ja dhav Zoti hakun çam ka bëj këtu ose lutet për keq. Po lutu për mirë o burr. Lutu për mirë, më mirë, se është për të mirën e jote. Pra
Ti ke qëllim, ke një synim. Çfarë është qëllimi dhe synimi? Qëllimi dhe synimi kënaqësia e Zotit. Andaj shpërblimi është i madh nëse na jena në atë listën që thon o Zot, faljo atyni që më kanë bë keq ose më kanë bë kështu, më kanë bë ashtu. Në atë duna më mundu në Ramazan me fal. Nëse na falim, nëse na mundona që mos me i hedh njerëzit, mos me u vështirësu njerëzve punëve, Allahu ka më lehtësu punëve në ahiret. Allahu ka më lehtësu, Allahu ka më thënë ditën e gjykimit, e ati para gjitha krijesave, sepse ti isha prej atyreve që nuk jo ke vështirësu njerëzve, ti ishe prej atyreve që i ke fal njerëzit, na takon neve ty me dënu. Allah inshallah na mundson dhe na pajis na formon me sifate sa më të mira. Jo është me bë lutje, me bë dua, me mundu, inshallah Allahu na jep sukses e bereqet. Amin. Edhe një pyetje të fundit kam për juve, sepse koha nuk na premton shumë dhe jemi në minutat e fundit tashmë, por cili është ai mesazh për të gjithë ato që ndoshta edhe nuk kanë mundësi të agjërojnë, por edhe nuk agjërojnë? Mesazhi për ata që nuk kanë mundësi të agjërojnë për shkaqe shëndetësore, për shkaqe se kanë vite shumë, i kanë bërë 80-at, 90-at, ata kanë arsye të japin ndonjë sadakat, ndihmojnë ndonjë do kanë që kanë nevojë, ndërsa runa Zotit edhe nuk kemi prej kategorive që për pikë qefit e lën agjërimin dhe nuk agjëron, ke kujdes, atë e këshillojmë dhe porosisim, ke kujdes, mos e merr këtë guxim se vallahi nuk kemë pas. Nëse lehet për pikë qefit, nuk keme pas ditë mira e ditë lumtura në dunja nëse ke vendos me hidhru Zotin e madh. Pra te vendosu dhe thuj se kam me agjëru. Apo parulla e zemrës së besimtarit në Ramazan duhet jetë wa ajiltu ilejke rabbi li tarda. E unë nxitova tek Zoti jem, për shka? Për me arrit kënaqësinë e Zotit tem. Pra mundohemi që ta agjërojmë dhe të jemi të vendosur. E ata që nuk kanë mundësi, mas të mërziten, mas shtetësohen, janë mundësi tjera, mundesh me gëzu dikën me dhanë me ushqy një të varfër çdo ditë në që ditë të Ramazanit, në 30 ditë të Ramazanit, edhe inshallah Allah azza jalla fale, Allah inshallah na mundson që me përfitu sa më shumë të punë të mira, vepra të mira, inshallah ne ndryshojmë për të mirë dhe bëhemi njerëz më shumë përkushtuar ndaj Zotit të lartë madhëruar. Amin. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe folëm për këtë temë të bukur, mund të them kështu, sepse jemi para muajit të shenjtë të Ramazanit dhe folëm se si duhemi të përgatitemi shpirtërisht dhe si duhet ta presim muajin e shenjtë të Ramazanit. Shpresojmë që të gjithë ne ta presim me zemra plot dhe shëndoshë mirë dhe shpresojmë që Zoti gjithkujt t'ja pranojnë lutjet dhe agjërimin. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.